Një pjesë e artit të Qelis ka kapërcyer hekurat e burgut për të mbërritur në ambientet e News 24, dedikuar televizionit që i ka kushtuar vëmendje të veçantë grave të cilave u është hequr liria. E burgosur Albana Laze ka dhuruar logon artizanale të News 24, e punuar me ruaza në ngjyrë të bardhë dhe kafe të blera nga vetë ajo. Albana ka realizuar me përkushtim, si kundër 10 punime të tjera prej dorës së saj, logon e televizionit informativ që siç shprehet ajo ndiqet me interes kur jepet leja e posaçme nga autoritetet. Të premte në mbrëma në lidhjen e drejt për drejt realizuar gjatë emisionit Natë me Xhaxhiun me burgun e grave 325 në Tiranë, ku Albana Laze prej 6 vitesh vuan dënimin, ajo pohoi vullnetin e mirë të shumë grave, të cilat janë bërë pjesë e një projekti me punime artizanale. Shohim në sfond, Albana, ajo është punimi jot, News 24? Po, është punimi im dhe në qëse ju pëlqen, është përgatitur engas për ju. Punimet e saj dhe 55 të dënuarave të tjera, përfshirë këtu punë me grep, shtiza, ruaza dhe piktura, janë ekspozuar që prej ditës së shtunë në një qendër tregtare në Tiranë, ndërsa nuk ka munguar interesi i blerësve. Një iniciativë e tillë vjen për herë të parë në Shqipëri, duke u bërë një hap i madh drejt riintegrimit të personave në konflikt me ligjin.